Do flasim në këtë hapësirë interviste për trashëgiminë kulturore në vendin tonë, një temë ndjeshme e cila ka marrë dhe vëmendjen e Bashkimit Evropian, teksa komunitetet shpeshherë nuk pyeten për ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Çfarë po ndodh dhe si mund të ruhet trashëgimia kulturore, e cila në vetvete është infrastrukturë kombëtare. Arlinda Sheu, menaxhere e projektit kultural, është me mua në studio. Kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit për ftesën. Së fundi kemi pasur një projekt i cili është për urën e Golikut në Pogradec, është fotogrametria e kësaj ure. Çfarë është fotogrametria? Fotogrametria është një model tridimensional, është një teknik moderne dokumentimi, e cila përdor shumë foto për ta kthyer një monument kulture në një objekt 3D me një saktësi shumë të lartë. Është shumë i rëndësishëm si teknik, sepse arrin që ta dokumentoj qartësisht të gjithë objektin në formën e tij reale dhe që pastaj mund të përdoret në studime, mund të përdoret në edukim masiv, mund të përdoret në restaurim. Prandaj është duke u përdorur gjerësisht në Evropë, sidomos për objektet e trashëgimisë kulturore, kështu që mund të quajmë që është një model teknik i cili është vendosur si standard evropian për trashëgiminë kulturore dhe që është shumë i rëndësishëm. Fondet janë nga taksa paguesit tanë apo janë nga fondet evropiane? Praktikisht, fotogrametria e urës së Golikut është realizuar në kuadër të projektit kultural, është një projekt i cili zbatohet nga Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare dhe Qendra Artiviste me fonde të Bashkimit Evropian. Kështu që fondet janë të taksapaguesve Pra këtë projekt me bëjmë me lekët e evropianëve, jo me paratë tona. Jo me paratë tona aktualisht. Kështë projekti parë në Shqipëri? Në qoftë se flasim për urën e Golikut, fotogrametria është hera e parë që përdoret. Domethënë tashmë për urën e Golikut ne kemi një model tridimensional për herë të parë. E qartë, po sa po mirëmbahet ajo urë? Kur kalon tek ajo urë, sheh që nuk është se ka shumë mirëmbajtje dhe shumë kujdes nga Ministria e Kulturës. Për zgjedhja e urës së Golikut si monumenti i kategorisë së parë, u bë pikërisht për një nga arsyet, ka qenë fakti që faktorët natyror dhe njerëzor, të paktën nga puna që ekspertët kanë bërë në terren, janë duke e dëmtuar dhe sigurisht shekujt kanë bërë punën e vet. Nuk duhet të harrojmë që ura e Golikut është pjesë e Via Egnatias, shumë e rëndësishme për historinë, trashëgiminë kulturore. Kështu që sjellja e kësaj fotogrametrie dhe sjellja siç duhet e këtij monumenti jep mundësinë që në rastet që Ministria do të vendosi për restaurimin, dhe në fakt një vendim për restaurimin e saj është marrë në dhjetor të vitit të kaluar nga Komisioni Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore, me firmën e Ministrit Gonxhe, gjithsesi në hapat e parë të saj, përpara se të fillojë restaurimi, është e nevojshme që të jetë një model i tillë teknik, i cili ndihmon më tej për shkak të saktësisë që ka në sjelljen dhe në restaurimin e urës në momentin që fillon kjo punë restauruese, siç ajo ka qenë. E qartë, kur shohim Italinë për shembull, dhe nëse shohim ligjin për trashëgiminë kulturore dhe mënyrën se si Evropa po e ruan trashëgiminë kulturore, aspekti i parë dhe më i veçantë është futja e komunitetit për të ruajtur trashëgiminë kulturore. Komunitetit i përket, ai e ruan sepse jeton aty me komunitetin. Pse përjashtohet komuniteti në Shqipëri tek ruajtja e trashëgimisë kulturore? Unë nuk mendoj që komuniteti përjashtohet. Unë mendoj që komunitetet tona e kam ngritur, më falë se po e ndërpres, po e kam ngritur si çështje edhe gjatë prezantimit të strategjisë së kulturës. Akoma ne si popull e kemi pak të vështirë të kuptojmë se çfarë është kultura dhe trashëgimia kulturore. Hera herës ne, kur flasim për fjalën kulturë, e mendojmë thjesht muzikë, film, art, asgjë tjetër. Në një kohë që kultura në fakt është identitet. Dhe duke qenë identitet, do të thotë që na prek në çdo detaj të jetës sonë. Trashëgimia kulturore dhe urat, në rastin e urës së Golikut, komuniteti rrotull ndoshta nuk e ndjen aq fort, sepse janë çështje të tjera që janë ato që njerëzit i quajnë jetike, për t'i kushtuar pastaj vëmendje asaj që quhet trashëgimia kulturore. Por për ne
kjo për ne si projekt dhe për grupin e ekspertëve që ka punuar për fotogrametrin. A e ka ruajtur komuniteti atë urë për shekuj të tërë që e kemi deri më sot? Po, e ka ruajtur. A i komunitet e ka ruajtur, nuk e ka ruajtur Tirana. Pa tjetër. Por për mes fotogrametrisë, ajo që ne duam të bëjmë është që të japim një dimension më të gjerë, që do të thotë ky komunitet që e ka ruajtur këtë trashëgimi të përfitoj. Çfarë përfiton? Çfarë përfiton? Në qoftë se ne përdorim fotogrametrin dhe japim vlerë asaj. Fotogrametria mund të përdoret për studime, mund të përdoret për ekspozita virtuale, mund të përdoret për ta njohur këto objekt si brenda Shqipërisë edhe jashtë Shqipërisë. Kështu që në momentin që ai njihet, le të themi për shembull që ata që merren guida turistike mund ta fusin në rrugën e tyre dhe ta përfshin atë. U bë disa vite që në dijenin time, në pranë kësaj ure, komuniteti i Mokrës, së Pogradecit, zhvillon aktivitete çdo vit. Mendo se sa do ndikonte te ky komunitet, nëse akoma më shumë njerëz do ta njihnin që është edhe ura e Golikut, që është pjesë e Via Ignatias, pamjet u duken në televizion dhe ju e shikoni që në momentin që ajo shfaqet, do më thënë njeriu ka kërshërim të asho, po si është më gjerë. Qertë, kemi më ngjitur me ato, kemi dhe disa varrezat të periudhës ilire aty afër. Ka projekte që edhe ato të rijetëzojmë 3D kësaj? Në kuadër të projektit kultural, ne Bashkimi Evropian na mbështet me 2 objekte të trashëgimisë kulturore. E para ishte ura e Golikut dhe monumenti i dytë është manastiri i Drianos në Gjirokastër. Është një manastir i cili dhe ai si ura e Golikut është shprekur goxha nga shkatrimi, le të themi, nga degradimi më saktë, dhe që rrezikon. Sepse edhe fakti që ne zgjodhëm urën e Golikut u nisëm edhe nga rreziku që tashmë ura e Golikut ka. Ne shpresojmë që ndërhyrja në të bëhet përpara se ajo të shkatrohet plotësisht, sepse dëmet në të janë të mëdha. Siç e thash, janë dëme natyrore, janë dëme njerëzore. Për shembull, nga ekspertët në terren u deklarua që ka mjete të rënda që kalojnë mbi këtë urë, që aktualisht aq e dëmtuar sa ç'është, shumë rrezikojnë shumë. Qoftë ura, qoftë njerëzit që kalojnë me makina mbi të. E qartë. Po, ndalemi pak në një pikë faktikisht, sa i përket ligjit për zonat e mbrojtura. Dhe zonat e mbrojtura janë trashëgimi që i kemi sot për të trashëguar brezave të ardhshëm. Një ndër pikat është që mund të lejohet të ndërtosh, pra ligji i cili ka shumë debate dhe prej protestave. Si e sheh faktin që lejohet të ndërtohet në zonat e mbrojtura me ligjin e ri që kaloi pak vite më herët? Unë do të kthej pak këtë vështrimin në faktin që në tetor të vitit të kaluar, ne kemi ardhur po në këtë studio, dhe si projekt kemi ngritur zërin që në kodin e ri penal të shtohet mbrojtja e trashëgimisë kulturore, do të thotë të forcohet. Ajo që ka ne i dam grupit të punës që po merret me kodin e ri penal, i kontraktuar nga Ministria e Drejtësisë, i dham shembuj të trashëgimisë kulturore, ju e përmendët më përpara, Italia, Spanja, Franca, si e mbrojnë këto shtete kaq të zhvilluara që mbrojnë identitetin e tyre kulturor dhe nga ana tjetër janë shtete të zhvilluara ekonomikisht. Dhe ngritëm zërin dhe vazhdojmë, po punojmë duke vazhduar të ngrem zërin në këtë drejtim, meqense kodi i ri penal akoma nuk është miratuar në parlament, në mënyrë që sugjerimet tona të futen dhe të shtrëngohen masat në rastet e dëmtimit të trashëgimisë kulturore. Unë e kam thënë më përpara që kodin penal ne duhet ta shohim si një masë mbrojtëse, jo ndëshkuese. E mbron më shumë kodi penal apo decentralizimi? Pra Tirana vendos për Butrintin apo vendosin dhe qytetarët e tyre? Kush e mbron më shumë? Personalisht nuk mund të flas për decentralizimin, por unë mendoj që çdo hallk e legjislacionit është një hallk mbrojtëse ose dëmtuese për trashëgiminë kulturore. Po nëse ne centralizojmë në Tiranë të gjithë vendimarrjen dhe ata që janë qytetarë atje nuk kanë të drejtë thonë diçka për trashëgiminë e tyre kulturore. Mendoj që si pjesë e shoqërisë civile, por i përsëris veten time, si shoqëri civile ajo çka ne kemi të drejtë në një shoqëri demokratike është të ngrem zërin. Dhe unë mendoj që nuk ka asnjë ligj që ekziston që nuk e lejon individin të mos ngrej zërin, sepse pastaj nuk do ishim në demokraci.
E qartë. Kështu që fakti që një vendimarrje në pjesën e centralizimit apo decentralizimit bëhet në Tiranë, kjo nuk do të thotë që zëri atyre që është larg nuk duhet të dëgjohet. Ajo çka mendoj, dhe ky është mendim personal i im, kur flitet për centralizimin dhe decentralizimin, ka të bëjë me faktin se sa i arritshëm është në këtë proces të decentralizimit apo centralizimit personi që është në skajin tjetër. Do me thënë, a arrijet të dëgjohet zëri ati? Nëse ne vendosim centralizimin në Tiranë, a e dëgjojmë dot atë që është në Sarandë? Pikrisht për urën që ju keni bërë. Një nga problemet që kemi pasur, kur kemi pasur intervista me banorët, ka qenë kjo. Ne jemi këtu, kemi qenë këtu dhe kjo është trashëgimia jona. Vim për të ndërtuar një rrugë dhe gjitha mjetet e rënda kalojnë dhe prishin këto urë që kalon këtu. Vendimi ishte në Tiranë, po themi, për të ndërtuar një rrugë dhe të gjitha mjetet e rënda kalonin aty. Banorët thoshin duam ta ruajmë, sepse këtu na vin turistët për këtë. Praktikisht ligji jon flet edhe e ka të detyrueshëm konsultimin publik. Pastaj del çështja tjetër, a bëhen reale konsultimet publike? Janë reale sipas mendimit tuaj? Nga ajo çka ne dëgjojmë në terren, ka që nuk janë reale. Por gjithsesi për këtë pjesë, e cila nuk është fusha ime ekspertizës, është e vështirë për mua që të flas. Por personalisht, unë vazhdoj të mendoj që dhe besoj, si pjesë e projektit kultural, që mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe kultura është identitet. Çdo qeveri që vjen, çdo qeveri që ikën, nuk duhet ta shohë kulturën apo trashëgiminë kulturore si pronë të saj. E qartë. Dhe sa shpenzojmë ne për mbrojtjen e kulturës? Kemi të dhëna sa shpenzon? Në strategjinë e re që u prezantua për 2 javësh, domethënë nga ana e ministrisë u paraqit që kulturën ta shikonim si infrastrukturë ekonomike, le të themi. Domethënë që dhe ju e shikoni, të gjithë e shohim që kur flitet për turizmin në Shqipëri, bazë është trashëgimia kulturore. Kështu që në këtë drejtim, unë nuk di të jap një shifër të saktë, shifrat e kemi pak të vështirë me çështjen e shifrave, por di të them faktin që është gjë e mirë që trashëgimia kulturore shihet edhe në anën e saj ekonomike. Unë kam përmendur që dhe të gjithë e dim, Italia ashtu e përdor, dhe shtetet e tjera të fuqishme ashtu e përdorim. Ajo çka ne duhet të vëmë në peshore është që ana ekonomike po e shkatron trashëgiminë kulturore, domethënë ku po e vëm fokusin, sepse praktikisht ne mund ta bëjmë zhvillimin ekonomik dhe duke e mbrojtur këtë trashëgimi kulturore. Po e bëjmë zhvillimin ekonomik duke e mbrojtur apo duke e shuar? Ka shumë gjëra për të përmirësuar. Ajo çka ne po mundohemi me projektin kultural është që për shembull si në rastin e urës së Golikut, ne i ofruam ministrisë një ekspertizë të cilën ministria nuk e kishte dhe që u mbështet financiarisht nga BE-ja. Ministria tani mund ta marrë këtë ekspertizë dhe të gjejë fondet për ta rikonstruktuar urën e Golikut, sepse e ka mjetin që ta rikonstruktoj ashtu siç duhet. Si ndihesh kur flasim për kulturën dhe themi që muri i Adrianit është brenda një pallati të ndërtuar të ri në Durrës? Kemi dëgjuar shumë gjëra, me thënë të drejtën, dhe kemi parë shumë gjëra në Shqipëri. Ajo çka unë i bëj thirrje është që ata që drejtojnë të kuptojnë që njeriu që s'ka identitet dhe që shkel identitetin e tij nuk ka një vlerë si individ. Që marrë një koment për protestën, e keni ndjekur, e keni parë, si ju duket? Është protestë e bukur, është shumë e bukur. Është shumë e bukur sepse ndryshe nga të gjitha protestat e tjera, është një protestë që tregon gjendjen aktuale të vendit tonë, tregon mendësinë aktuale të popullit tonë dhe tregon që protesta është zëri që nuk na heq dot asku. Faleminderit, ishte kënaqësi që ju kisha në studio. Faleminderit për ftesën tuaj.